ndodhemi në repartin e klinikës Kate. Çdo dhom pacienti është e pajisur me të gjitha sistemet e sigurisë. Këtu kemi oksigjenin, kjo tjetra është vakumi, monitori i cili mat parametrat jetësor të tij, siç është presioni i gjakut, elektrokardiograma, saturimi i oksigjenit apo dhe temperatura e trupit. Në çdo dhom pacienti kemi edhe këto sensorë, të cilët vendosen në pulsin e tij dhe në rast nevoje mjafton që pacienti të shtyp vetëm këtë pulsant dhe menjëherë infermiera do të ndodhet pranë tij për t'i shërbyer sa më mirë. Përveç këtij pulsantit, kemi edhe këtë pulsantin tjetër. Është një buton alarmi. Dëgjoni zhurmën, menjëherë infermiera do të vijë dhe do të japë ndihmën e shpejtë. Përveç këtyre dy alarmeve, kemi edhe këtë alarmin këtu. Një sistem sensorësh të cilët masin peshën e pacientit. Në rast se pacienti rrëzohet, mbet ndjenjat dhe nuk arrin as të shtyp këtë pulsantin këtu, pas 7 sekondash, ky sistem lëvizje jep alarmin në mënyrë automatike dhe menjëherë infermierët dhe stafi ndodhen në shërbim të tij. Të gjitha këto sisteme sigurie nuk ndodhen vetëm në dhomën e pacientit, por edhe në tualet. Në Kate, jeta dhe shëndeti i pacientit janë prioriteti ynë absolut.